Do të dalim sonde pak me një hadith profetit a.s. Feja jonë bazohet në dy gjëra. Profeti a.s. ka thonë, kapuni fort mbas dyre gjëra. Kush janë ato dy gjëra? Kurani, libri i Allahut, edhe suneti i profetit Muhammed a.s. Nëse doni të jetoni si musliman, sa të jemi në këtë botë, dy gjëra do t'i gjithmonë. Kurani edhe suneti i profetit ton Muhammed a.s. Dhe kujt i zbriti Kurani? I zbriti profetit. Dhe profeti Muhammed a.s. e shpjegoi Kurani. Çfarë thot profeti a.s. në një hadith që transmeton Enes ibn Malik? Thot, tre gjëra, nëse gjenden ke njeriu, ke besimtari, e ka shiju ëmbëlsinë e besimit. Edhe besimi ka i ëmbëlsi. Ti je besimtar, ta shijosh imanin, besimin tënd, duhet që të kesh tre gjëra. Kush janë ato tre gjëra? E para ka thonë, ta dush Allahun dhe të dërguarin e tij mbi çdo kënd, mbi çdo gjë. Pra për ne duhet të jetë më i dashur Zoti edhe profeti i tij mbi çdo kënd. Edhe mbi babën tonë apo mbi nënën tonë, po. Pa e duam Zotin, duam profetin, e duam babën, e duam nënën, e duam vllajën, e duam gjithë, nuk ka problem. Po dashuria që duhet të prevalojë, pra, dhe duhet të jetë më lart se gjithë dashuritë, është dashuria për Allah. Dashuria për Zotin. Dhe dashuria për profetin ton Muhammedin alayhi salatu wassalam. Lind pyetja, a e duam ne Zotin apo jo? Dhe ne provohemi, testohemi. Pra namazin e falim, agjërimin e bëjmë, zeqatin e japim, me shkum qaba atje në Mekë. Andaj vëllezër besimtar, kjo është gjë e parë që të arrijmë ëmbëlsinë e besimit. Ta shijojmë. E dyta, ka thonë, ta dush dikon vetëm për hatër të Zotit. Pra ne këtu tani, duhet ta duam para njëri tjetrin për hatër të Allahut. Pa e duam ne për hatër të Zotit njëri tjetrin? Dikush e ka eduku veten e vet me Kuranin dhe me thënien e profetit, sigurisht pra mundohet që ta doj besimtarin, ta doj tjetrin për hatër të Zotit. Dhe në botën tjetër, ato që duhen për hatër të Allahut, Allah do t'i shpërbej me shpërbime të shumta, dhe një nga ato shpërbime që do t'jenë me hijen e arshit në ditën e Kiametit, dhe do t'ju mësoj Allahu të futëm në xhenet bashkërisht, Allahu na bëj dhe neve për këtyre njerëzve. Dhe e treta, thot profeti alayhis salam, dhe ta urrej që të përfundojnë në mosbesim. Pasi Zoti e ka shpëtu, sikur se urren me hudhën zjarr. Me mor dikon, me i thonë do të nezim një zjarr dhe do të hudhim aty, a do të njëshë të rritë të digjet? Asnjë. Kështu duhet ta urrej robi mos besimin. Me mohu Zotin, me mohu fen, mos me besu profetin, me mohu Kuranin. Andaj Zoti na ruaj. Këto tre gjëra, bojnë që neve në rritet imani dhe ta shijojmë besimin, pra besimin. Prandaj Allahu na pajis me këto tre gjëra.